Përshëndetje të nderuar shikues. Po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Muaji prill është karakterizuar me rritje të inflacionit si rezultat i rritjes së çmimeve të shumë produkteve. Në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës citohet se inflacioni gjatë prillit të këtij viti arriti në 7.5%, ndërkohë edhe vetë shtetërorët janë ankuar për këtë rritje të vazhdueshme të inflacionit, i cili nga dita në ditë po ju vështirëson jetesën. Shporta e qytetarëve po vazhdon të rëndohet për shkak të rritjes së inflacionit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla vjetore e inflacionit në muajin prill ka arritur në 7.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa inflacioni mujor ishte 1.1%. E ky qytetar u shpreh që fajtor është situata politike. I shohim për ditë, sidomos ato produktet bazike që duhet domosdoshmë për çdo ditë. Ato e në shumë të shtrejta, edhe ato përna duen me shpenzu begi shumë. Po situatën që e kemi halja, jo në regël qeveria dhe kushtet që i prungë të vetë e bun një gërqin politik, po ndohet që edhe aje ligji tavan që e kanë miratu, ajo halon nuk mundet më ardhe në shprejë. E njëjtë mendon edhe një tjetër. Çmimet janë shumë shtrejta. Çmimet janë shtrejta si në Gjermani, për personat që jetojnë këto katastrofë. Për kjo qeveria gabim, unë e shoh të qeveria gabim, si rritin çmimet, personat me parë pak, pensionerat, si shka më fol më tepër. Çmimet janë rritur edhe në sektorët e shëndetësisë me 4.7%, kujdesit personal dhe shërbimeve të ndryshme me 3.6%, mobiljeve dhe pajisjeve shtëpiake me 3.1%, rekreacionit, sportit dhe kulturës me 3.0%, si dhe veshjeve dhe këpuceve me 2.3%. Ndërkohë, inflacioni vjetor në mars të vitit 2026 ishte rritur mesatarisht 6.7%. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kundërshtuar një rregullore të nivelit qendror për shërbyesit publik, duke vlerësuar se ajo cënon kompetencat e komunave në procesin e rekrutimit të stafit në nivel lokal. Në një lidhje virtuale, Sazani Ibrahimi tha se ky vendim ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në autonominë e komunave. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kundërshtuar një rregullore të nivelit qendror për shërbyesit publik, duke vlerësuar se ajo cënon kompetencat e komunave në procesin e rekrutimit të stafit në nivel lokal. Kështu ka bërë të ditur drejtori ekzekutiv i AKK-s, Sazan Ibrahimi. Po ne si asociacion gjatë javës të kaluar kemi marrë disa shqetësime nga kryetarët e komunave, ku niveli qendror ka hartuar një rregullore për procedurën e pranimit në shërbimin civil dhe deri vonë intervistat apo procesi i rekrutimit është bërë një pjesë nga niveli qendror dhe një pjesë nga niveli lokal për pozitat në shërbimin civil në për komunat e Republikës Kosovës, mirë po tash me këtë rregullore të gjitha procedurat do të zhvillohen nga niveli qendror. Domethënë është një katërt aty kur janë procedurat e rekrutimit, kur thuhet që procedurat e rekrutimit zhvillohen nga DMZP. DMZP-ja është Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Do të thonë gjithë procesi i rekrutimit do të zhvillohet nga ky njësit në nivelin qendror dhe asociacioni konsideron që ka ndërhyrje në kompetencat e nivelit lokal, sepse procesi i rekrutimit për pozitat në nivelin lokal patjetër që duhet zhvillohen nga niveli lokal, sepse është një ndërhyrje edhe në autonominë e komunave të Republikës Kosovës. Tutje drejtori Ibrahimi shtoi se kjo rregullore vetësa ka filluar së zbatuari dhe problemi qëndron se niveli qendror nuk po konsultohet fare me nivelin lokal. Këtu po është problemi që niveli qendror nuk po konsultohet fare me hisedarët kryesor në këtë proces, e në këtë rast janë komunat, sepse ka të bëjë me rekrutimin e stafit në nivelin lokal. Dhe tash kryetarët e komunave i kanë hapur disa pozita menaxhuese në nivelin lokal dhe ishte për t'u habitur kur kanë marrë qëndrimin nga niveli qendror që është një rregullore në fuqi, ku procedurat e rekrutimit zhvillohen nga ky njësit në nivelin qendror. Ibrahimi tha se kjo qasje është në kundërshtim me parimin kushtetues të ndarjes së pushteteve.
Neve mendojmë që kushtetuta parashes që të kemi nivelin qendror dhe lokal dhe kompetencat cilat janë të parapara me legjislacionin në fuqi për pushtetin lokale, në veçanti ligji për veçeverisje lokale i garanton një autonomi nivelit lokal dhe paramendoni tash nivelit qendror të delegoj zyrtar publik në nivelin lokal, ndoshta pa njohur fare pushtetin lokal. Apo të delegohen personat për shembull nga një komunë, për ma shembull e Kamenicës të dërgohet në Deçan, apo e kundërta. Për këtë arsye ekziston edhe autonomia pushtetit lokal, e cila është e garantuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës, mirë po edhe me konventat evropiane, ashtu siç është Karta Evropiane mbi veçeverisjen lokale. Drejtori i Asociacionit të Komunave, Ibrahimi, gjithashtu tha se të njëjtën do të mbahet edhe një takim i përbashkët me kryetarët e komunave të Kosovës, ku do të diskutohet kjo problematik duke mos përjashtuar edhe problemet e vazhdueshme nga vendimet e gjykatave në lidhje me kontratën kolektive dhe problematika e mos respektimit një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese për njohjen e përvojës së punës, ku edhe aty do të ketë implikime buxhetore. Sipas një raporti të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, 26 deputet të legjislaturës së fundit nuk kanë mbajtur asnjë deklaratë parlamentare gjatë gjithë mandatit të tyre. Raporti thekson se debati parlamentar është fokusuar kryesisht në çështje ekonomike dhe procedurale, ndërsa temat e tjera me rëndësi për vendin kanë mbetur pothuajse jashtë vëmendjes. 26 deputet nga legjislatura e fundit në Kuvendin e Kosovës nuk kanë mbajtur asnjë deklaratë parlamentare gjatë gjithë legjislaturës, kështu thuhet në një raport të publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Këta të fundit ngrisin shqetësime serioze për ushtrimin efektiv të mandatit të deputetit dhe përfaqësimin e interesit qytetar në Kuvend. Raporti gjithashtu thekson se mbi 40% e seancave parlamentare kanë qenë të jashtëzakonshme, gjë që sipas IKD-s tregon përdorim të shpeshtë të procedurave të përshpejtuara dhe kufizim të debatit substancial, kjo pasi shumë ligj janë miratuar me procedura të përshpejtuara, shpesh pa konsultime të mjaftueshme publike dhe pa trajtim adekuat të rekomandimeve të institucioneve të pavarura. Referuar raportit të publikuar dje, theksi bie edhe te një tjetër shqetësim, mos zbatimi i akt gjykimeve të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, duke e cilësuar këtë si një problem serioz për sundimin e ligjit. Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë publikimit gjithashtu bëri thirrje për më shumë transparencë, debat parlamentar dhe respektim të standardeve demokratike në legjislaturat e ardhshme. Kujtojmë se legjislatura 10 e Kuvendit të Kosovës u shpërbë me automatizëm, pasi deputetët nuk arritën që brenda afatit kushtetues ta zgjidhnin presidentin e vendit. Familja është institucioni i parë dhe më i rëndësishëm shoqëror. Në ditën ndërkombëtare të familjes vazhdimisht synohet të promovohet barazia, mirëqenia dhe solidariteti në familje. Në ditën e familjes, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në fshatin Palabardh, në familjen Delia, një familje që sot numëron 24 anëtarë vetëm nga 4 djemë të shtëpisë. Kryefamiljari Ilan Delia rrëfen se dikur familja e tij kishte qenë shumë më e vogël, ndërsa sot gëzimi më i madh për të janë fëmijët dhe nipërit e mbesat që e rrethojnë çdo ditë. Unë jam një familjar i cili sot bëhem prej një familje 24 anëtarësh, pa familjen e vajza, 2 vajza, vetëm me 4 djemt. 24 anëtarësh. Kur muj mjaucek, vitin 1972, kom qenë një familje më e vogla, jënë këtë fshat, po në Treve në Gjakovës. Kur e mda prej familjes madhe, kom qenë vetëm 2 anëtarë të familjes. Unë edhe njona ime, 2 motra kanë qenë të martume, baba më ka dek shumë heret, baba im ka vdek në vitin 1956, unë kom lind në vitin 1955, kurse baba ka vdek në vitin 1956. Gjyshin i kom pas edhe ashtë, jem rrit me një familje të mirë, dhe me thonë, muj me thonë lirisht që jemi lumtun që kom lind, jem rrit në fshatin Palabardh. Lan Delia tregon se familja Delia në Palabardh ka traditë të gjatë dhe tashmë numëron rreth 10 gjenerata. Në këtë fshat, une
bashkë me familjarë gjithë tjerë, po thomë tash se jemi një familje shumë e madhe, jemi qellë dhe gjenerata. Ty fillua prej Maksut Gjolit, e kënej, e tashti jenë shpërnda familjet, po une kom ngell hala si familje pak ma e madhe tash, me thonë drejt, edhe këtu shihen një pjesë e familjes time, kurse në këtë foton këtu, janë krejt familjarët e familjes, edhe prej vajzav, edhe prej djemve. Për Landelin, pasuria më e madhe janë fëmijët dhe nipërit, të cilët i konsideron si të ardhme në familjes së tij. Kënaqësia ime më e madhe është kur i kam këta fëmijë të vëzhgjel këtu. Domethënë pasuria më e madhe jam në botë është ardhmëria. Sepse vetëm këtu, po tjerë të vajzav i kam vetëm 10 nipa e mesa. Tetë si thash janë në shkollë, tash kanë me shku edhe një grup i vogël tjerë dhe janë për shkolla. Une jem shumë i lumtur, une i du shumë këta fëmijë, po edhe këta më dojnë shumë. Ai shton se bashkimi familjar mbetet vlera më e rëndësishme dhe se familjarët e tij kanë zgjedhur të qëndrojnë pranë njëri tjetrit në vendlindje. Me qenë të bashkum sa më shumë, është e vërtet që e kanë marrë, si thonë, botën sy njerëzit, po lakmojnë, por familja jam e familjarët e mi nuk kanë lakmuar, me thonë drejt, nuk kanë dashur me dalë jashtë. Qëllimi i shënimit të ditës ndërkombëtare të familjes është që të promovoj familje dhe vlerat e familjes, nxitjen e barazisë midis grave dhe burrave në familje, mbrojtjen e familjes si një si bazë e shoqërisë për të ndihmuar familjet për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për komunitetin. Dëmtimi i pronës publike vazhdon të mbetet një problem shqetësues për komunitetin dhe institucionet. Kamera e syrit këtë herë regjistroi disa pamje të shkatrimit të ulseve dhe mjeteve tjera përcjellëse në një hapësirë publike në rrugën Martiret e Kombit. E kjo situatë po vlerësohet shumë e ulët pasi ulseve po ju humbet funksioni për çfarë janë vendosur. Dëmtimi i pronës publike është fenomen tashmë i vazhdueshëm e pasojat e tij shihen gjithandej. Në rrugën Martiret e Kombit, gjendja e disa prej ulseve e shportave të mbeturinave është as pak e mirë. Shumë prej tyre janë të thyera, të dëmtuara apo jashtë funksionit, duke krijuar pamje të shëmtuar e kosto të shtesë për çdo riparim, i cili duhet të kryhet e të paguhet nga taksat e qytetarëve. Dëmtimet të tilla hasen në zona të shumta të qytetit, dhe si pasojë pamundsohet shfrytëzimi i aseteve publike, të cilat janë në shërbim të gjithë qytetarëve. Vazhdimisht është kërkuar mbikëqyrje më rigoroze dhe ndëshkim maksimal për të gjithë personat që dëmtojnë pronën publike. Për dallim nga viti i kaluar, këtë vit pritet rendiment më i mirë i mjaltit nga kullosa e bagremit, pasi kushtet klimatike dhe lulëzim i mirë i bagremit favorizojnë grumbullimin e nektarit nga bletët. Bletarët presin që këtë sezon të kenë prodhim më të madh, gjë që ndikon pozitivisht në ekonominë familjare dhe tregun e mjaltit. Pas disa viteve me sfida për bletarët, si vjetë sezoni i bagremit po konsiderohet ndër më të mirët për prodhimin e mjaltit në rajonin e Gjakovës. Bletarët tashmë kanë përfunduar punët pranverore dhe janë duke bërë përgatitjet për periudhën kryesore të kullosës, ndërsa bletët po marrin sasi të mëdha nektari nga lulëzimi i bagremit. Kryetari i shoqatës së bletarëve në Gjakov, Florin Dautaga, thotë se këtë vit pritet të ketë mjalt të mjaftueshëm. Të gjithë ata bletarë që i kanë kryer punë të hershme pranverore dhe tashit përgatiten për kullos, si vjet pas sa viteve kemi me pas mjalt mjaftueshëm për nevojat tona dhe për klientët tonë. Kullosa e bagremit ose akacjes është në rrugën më të madh. Bletë janë të marrë nektar me shumicë. Ja këtu edhe kush është për shembull ai që don me bë dhe ndrimin e mretneshave, shtesave, bletë të reja, se ja këtu pas pra jush, janë diku afër 40 ose 40 ma. Janë bletë të reja të cilat janë shtu në këtë kohë, në kullosën e akacjes ose bagremit. Është koha ma përshtatshme. Pas sa viteve si vjet kemi një kullos
kryesore që e kemi pas gjithmonë, pagremit e kemi mjaftueshëm. Ndërkaq, bletarët në Gjakov kanë bërë edhe përgatitjet e fundit për pranimin dhe ruajtjen e mjaltit të ri. Sipas Dautagës, depozitat dhe dhomat e mjaltit janë pastruar dhe dezinfektuar, ndërsa kushtet aktuale atmosferike me aldërnim të shiut dhe diellit po ndikojnë pozitivisht në nektarin e luleve. I kemi bërë gjitha përgatitjet me depozita më krejt i kemi bërë pastru, dhomat e mjaltit i kemi dezinfektu për mi marë mjaltin për klientat tonë dhe për veti. Kështu që jemi shumë të kënaqur për momentin, nëse na jepet mundësia e marrjes motit, që nuk është keq, mirë është, blet edhe kanë marak pakës shi, pakës dilli për shkak njomës e nektarit, kështu që jemi duhet më konë të kënaqur bletarët ata që kanë bletur fjalat mira, të forta, se që i kanë kry punë pranverore. Nëse kushtet e motit vazhdojnë të jenë të favorshme edhe në javët në vazhdim, bletarët presin një sezon të mbarë dhe rendiment të mirë të mjaltit nga kullosa e Bagremit. Në qendrën kombëtare të mjekësisë së punës në Gjakov, krahas shumë shërbimeve tjera në bazë aditore, funksionon edhe laboratori biokimik hematologjik, i cili prej kohësh kryen një mëri shërbimesh me pajisje të sofistikuara për punëtor e shumë ndërmarrjeve, jo vetëm nga Gjakova, por edhe nga qytete tjera. Në kuadër të shërbimeve shëndetësore që ofrohen në qendrën kombëtare të mjekësisë së punës, laboratori biokimik hematologjik vazhdon të kryejë një numër të madh analizash dhe kontrollësh laboratorike për punëtorët dhe qytetarët. Sipas laborantës Drilona Joniku, laboratori është i pajisur me kushte të mira pune dhe ofron shërbime të vazhdueshme për pacientët që kërkojnë analiza laboratorike. Në institut, kohëve të fundit, siç dihet, është rrit fluksi i punës, sepse përveç me pacienta normal, cilët i pranojmë çdo ditë prej ditës hënë deri në ditën e premte, po punojmë rregullisht dhe me vizita sistematike. Kryesisht këto vizita sistematike përfshijnë një numër të madh të konsiderueshëm të gjithë firmave më të mëdha në të gjithë Kosovës. Momentalisht po operoj me firmën e Kekut, ku ka një numër shumë të madh të pacientave, si dhe çdo ditë vijnë një numër rreth 30 pacienta të kësaj kompanie. Sigurisht janë përfshim edhe një numër i pacientave që i pranojmë rregullisht qytetarëve të komunës sonë. Ndërkaq, ajo bëri të ditur se në këtë laborator kryhen analiza të shumta biokimike dhe hematologjike. Në laboratorin në qendrën kombëtare të mjekësisë punës, shërbimet cilat ofrohen për sa i përket analizave laboratorike janë analizat e përgjithshme të gjakut, përfshihet analiza e hemogramit, analiza e sedimentit, analizat kryesore biokimike, si dhe analizat hormonale të tumormarkerëve. Joniku theksoi se interesimi për këto shërbime mbetet i lartë, ndërsa vetëm gjatë kësaj periudhe rreth 3000 pacientë kanë kryer analiza dhe kontrolle laboratorike në këtë institucion, përfshirë vizita sistematike dhe ato individuale. Në 3 muajt e fundit, numri i vizitave sistematike e ka arritur dukshëm këtë procedurë, ku shkon numri rreth për një statistikë për 3 muaj është rreth 3000 pacienta. Përfshirë vizitat sistematike dhe pacientat normal që vijnë çdo ditë në qendrën tonë. Përmes këtyre shërbimeve, laboratori biokimik hematologjik në QKMP në Gjakov vazhdon të luajë rol të rëndësishëm në monitorimin dhe ruajtjen e shëndetit të qytetarëve dhe punëtorëve. Sindroma nefrotike të mosha pediatike është një sëmundje e veshkave ku trupi humb shumë proteina përmes urines për shkak se filtrat e veshkave dëmtohen dhe lejojnë kalimin e proteinave nga gjaku në urinë. Nefrologe Valbone Nushi Stavilesi thotë se kjo problematik shëndetësore shfaqet tek fëmijët nga 2 deri në 5 vjeç dhe është plotësisht e shërueshme, por nëse shfaqet pas moshës 12 vjeç, atëherë situata është shumë më serioze dhe trajtimi domosdoshmërisht është më i gjatë. Sindroma nefrotike të fëmijët është një çrregullim i veshkave që shkakton humbje të tepërt të proteinave në urinë. Doktoresha nefrologe Valbona Nushi Stavileci në emisionin Med Plus ka pohuar se kjo sindrom kryesisht lajmërohet te mosha 2 deri në 5 vjeç. Sindromi nefrotik është sëmundje shumë e shpeshtë të fëmijëve,
fëmijëve të vegjël, themi, 2 vjeç, 5 vjeç, lajmërohet më shumëti. Nëse lajmërohet, domethënë deri në moshën 10-12 vjeç, e konsiderojmë që është sindrom nefrotik, më shumë themi që përsëritet, është me frekuencë na përsëritet shpesh, po që është i ndihshëm në kortikosteroide. Do të thotë kemi shërimin e mundshëm, edhe nuk ka rrezik. E kur paraqitet te moshat e vogla, kjo sëmundje atakon edhe glomerulet. Te moshat e vogla, sindromi nefrotik paraqitet që thash më shpesh edhe përsëritet. Është sëmundje që atakon glomerulet. Glomeruli është pjesë e veshkës ku bëhet filtrimi i gjakut ton, edhe normalisht në glomerul përthithet e tërë sasia proteinave të cilat ne ushqejmë. Normalisht proteinat na mujmë i hub me zor të trash, po me urinë nuk humbim proteina asnjëherë. Veshkat e përthithin plotësisht tërë sasinë e proteinave që e kemi në gjak. Tek smundja glomeruleve, ato qelizat të cilat janë të vendosura aty, e kanë një farë problemi, ato podocitet e kanë një problem, që krijojnë disa zgavra, themi, si do dritarze, edhe në qato dritare na hub proteina. Edhe ato proteina tash na i detektojmë në urinë, që shumë shpesh njerëzit i njohin si plusa, proteinat si plusa. Nuk duhet mu tut gjithmonë pi plusave, por kur kemi sindrom nefrotik, kemi edhe analizat të tjera të cilat na tregojnë se është i pranishëm kjo sëmundje. Do të thotë urina ka plusa në urinë, proteine në urinë, ka në gjak e kemi të ulura vlerat e albumineve, proteinet na ulen në gjak, dhe mund të na rritet edhe holesteroli, që shumë shpesh e kemi edhe holesterolin e rritur. Pediatri Stavileci ka folur edhe për simptomatologjinë që rëndome kanë pacientët fëmijë me këtë problem shëndetësor. Simptomatologjia të fëmija është, ndoshta pas një lajmërohet, ndoshta pas ndaj trigger e ka, ndaj ftofje, ndaj barkëqitje, një gjendje gripoze të fëmijët, edhe fillon fëmija të ajet shumë. Domethënë urinon më pak edhe ajet. Ajetja i përfshin tan trupin. Te djemtë sidomos o karakteristikë se edhe skrotumi ajet shumë. Ftyra, syt, bën vaki dhe mshilën krejt syt qatë shumë që ajet fëmija. Në këto raste, trajtim ka, fatmirësisht, kemi trajtim, edhe me qenë me fatë sëmundja, me pas ndjeshmëri në kortikosteroide, bo trajtimi, jepen barnat, është protokolli të cilin e zbatojmë edhe një në Kosovë protokollin e barë botënor, 6 javë jepen çdo ditë kortikosteroide, 6 javë një ditë po, një ditë jo, edhe me këta përfundon trajtimi. Nëse na përsëritet, atëherë po që duhet mi pas parasysh do trajtime ndoshta pak më të gjata, do bëhen disa manovrime me terapi, në rast infekcionit jepen 5 ditë kortikosteroide që mësë mu përketësu situata, ose mësë mu riakutizu sindromin nefrotik, po përsëri ka terapi dhe ka trajtime. Referuar doktoreshës, kjo sindrom nëse paraqitet pas moshës 12 vjeç, atëherë situata është shumë më serioze. Nëse kemi mas moshës 12 vjeç, atëherë gjithmonë duhet mi konsideru shumë serioze. Se atëherë presim që sindromi nefrotik me pas natyrë pak më të rëndë. Për rastet me epizode të përsëritura ose rezistencë ndaj steroideve, nefrologja Stavileci ka një tjetër sqarim. Në rastet të cilat sindromi nefrotik do të fillon trajtohet, përsëritet prap, trajtohet, përsëritet prap, trajtohet. Atëherë kemi mundësi me marrit një periudhë më të gatshme me kortikosteroide deri në 6 muaj, në mënyrë që mi pengu çet përsëritjen e madhe. Nëse është i ndihshëm në steroide. Po disa raste të fëmijëve ka njerë na ndodh që përsëritja qash shumë, sa që fillon të na lajmëron simptomet e barnave, themi na, lajmërohet kushingu për shkak të përdorimit shumë të madh steroideve. Edhe në ato raste duhet me përdor barna corticoid sparing, i thojmë na, që nuk e kanë kortikosteroidet e që janë imunosupresorët. Fatmirësisht edhe ato kemi mundësi mi dhonë, edhe janë efikas, ka raste që janë shumë efikase edhe fëmija i përdor ndoshta 2 vite, 3, ka mundësi edhe më gjatë, po me 2 vite shumë shpesh shkojnë shumë mirë rastet, edhe përsëri konsiderojmë se shërohen me qatë terapi që e marrin.
Sindroma nefrotike është një gjendje kronike që kërkon menaxhim të kujdesshëm dhe afatgjat, me trajtimin e duhur dhe monitorimin e rregullt. Shumica e fëmijëve bëjnë një jetë normale, ndërsa bashkëpunimi i ngushtë me ekipin mjekësor, edukimi i prindërve dhe vëmendja ndaj shenjave të para janë thelbësore për të minimizuar komplikacionet dhe për të siguruar rezultate sa më të mira për fëmijën. Ndoqët përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.